إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد Miknat epshet e veta, po krejt ka e kishin lanë për Allah në zërë, kur gjithë kishin dalë për vetën e tyra. Besnikëri e plot, besatim komplet, se nuk e kishin bo Allahut Azza wa Jall edhe pejgamberit sallam sa të do t'i dalin zot këtij dini. Duke mos kërku kur gjë prej atij përveç se kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Klasin hadithet për këtë të cilën na po e thojmë. E para lufta që ndodhe ishte lufta e Bedrit. Kjo ishte prej betejave më të mëdha edhe beteja e parë që ndodhe në kohën e pejgamberit sallallahu pas hijretit që e bani pejgamberi sallallahu. Lufta e parë, xhihadi i parë mes kufrit, mes dy palëve, palës islamit muslimanëve edhe palës kufrit. Lufta e parë, beteja e parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoj mendimin e shokëve të tij. Çka mendojnë për këtë luftë? Muhaxhirët, se le kishin bosh për ngulje për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam prej Mekka në Medinë, këto kishin hek prej mushrikëve në Mekka. Kishin hek shumë. Jetat ditë vështira edhe vitet vështira kishin kaluar në Mekka. Pasi që kishin lënë pasurinë e tyre dhe jetë edhe shtëpiat e tyre dhe familjet e tyre dhe kishin lënë vendin e tyre dhe kishin dalë në Medinë. Kuptohet se përgjigje këtyre kishte më kompozitive te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se tash ishte rasti i parë që ato ne me tregu veten e tyre që pejgamberi më dhon leje dhe më obligu lufta kundër mushrikëve. Edhe kuptohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mor pyetje përgjigje pozitive prej muhaxhirinëve, prej muhaxhirëve shpëngulës se shokëve të tij kishin ikur prej Mekka në Medinë. Përgjigja ishte pozitive se na jemi të gatshëm për luftë. Mi po probleme që ndrejtë tash si do të jetë përgjigja e ansarëve. Atyre që ka ishin banor të Medinës, nga se kishin shtëpiat e tyre, ato kërkush nuk i kishte sulmue. Kishin gratë e tyre dhe pasurinë e tyre. Tash të deshte me rrezikue, me nxjerr nga pasuria e tyre edhe nga jeta e tyre që me bë këtë luftë, me prish rahatin e tyre në shtëpiat e tyre. Tash këtu se ndroi ke problemi prit ke pejgamberi, çka do të thonë këto? Përgjigja ishte pozitive nga kaset që kishin bosh pengule. Tash po prit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thot ashiru alayya ayuha an-nas, jepni shenjë çka të bëj. Ndërsa muhaxhirit kishin thënë bojna luftën. Këtë fjalë çohet pastaj Sa'd ibn Mu'adh kishte prej prisave të ansarëve. Wallahi laka annaka turiduna ya rasul Allah. Ta pasha Allahun sukur po duket ti po kërkon përgjigje për ne, prej neve. Në këtë fjalë çka po e thuaj ya Rasulullah kishte ansar prej banorëve të Medinës. Sa duket jetë kërku të prit përgjigjet tonën, nga se të muhaxhirinëve vetëm se ta dhanë. Tha pejgamberi po, tha për ju e po e du. Tashti po du përgjigjen për ju. Tha kad amanna bik, tha natë kemi besu ti. Fa saddaqnaka wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa al-haq. Dhe dëshpum se kreta jo me të cilën ti ka ardhur është e vërtetë. Wa atajnaka ala dhalika uhudana. Edhe t'i dham premtimin në këta krejt që kemi thonë, që besu. O me wathiqana ala sëm'i wa ta'a. Edhe t'kemi dhanë besatim, kemi dhanë besën se kena me të ndëgju edhe kena me të respektua. O fëmdhi ja Rasulallah, taj o i dërguar i Allahot, vazhdo rrugën, lemma aratten, atë që ka do me voti, atë të cilën e ki qëllim me veproje. فوالذي بعثك بالحق باشاطاي تصير تكاتشو من الفرتيتن لو استعرضت هذا البحر نس إشانيستي ممشوك تيديتي هذا ما هيت بديتي فخطه لخدناه معك باشا الله نكش مهيت مصدير نستي إشانيس مهيت نديتي نا يا رسول الله كش مهيت مصدير ما تخلف منا رجل واحد أصنيان غاني نوكش تلان نوكش مهيت مرابا كريت كش مهيت مصدير
ma nakrahu an talqa bina aduwana gadan wa ma nakrahu an talqa bina aduwan gadan, as që urrejna që nesër na takomi me armikun. Inna lasubrun fil harb, ne jemi njerëz të durueshëm në luftë. Sudukun fil liqa, edhe nuk jemi tradhtar kur takomi me armikun. Wa la'alla Allah yurika minna ma taqarru bihi 'aynuk. Ndoshta Allahu azza wa jall nesër në luftë ka më treguar neve diçka me të cilën kanë më kënaqë sytë to edhe zemra ite. Fasir bina ala barakatillah, ka niso duke shpresuar në bekimin e Allahut azza wa jall. Lufta e Bedrit, pasi që filloi betejë e Bedrit, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej parëve i cili luftoi ka me armiqtë e Allahut azza wa jall. Suhë që transmeton Ahmedi në musnedin e tij nga Ali radhiyallahu an, thot laqad ra'aytana yawma Badr. Thot Ali radhiyallahu an, na kisha pati në luftën e Bedrit, wa nahnu nalwadhu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Naludhu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kisha pati neve luftën e Bedrit i shikon, na kisha pas se çish na umbreshmi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjishmin mbështetjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam luftën e Bedrit. وهو أقربنا على العدو. ishte më i afërt me armikun, më shumë se që u afroi ka armikut edhe sulmojte, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min ashad an-nas yawma idhin, ishte njeriu më i ashpër atë ditë me armikun. Ndërsa prap transmeton tjetër Ahmedi në musnedin e tij thot nga Ali radhiyallahu anhu, lamma hadara al-ba's yawma Badr, kur ungushtu puna në luftën e Bedrit, u vështërsu lufta, ittaqina bi rasulillah, umbreshmi me të dërguarin e Allahut azza wa jall, wa kana min ashad an-nas, ishte njeriu më i ashpër me armikun. Aw lam yakun ahadun aqrabu ila al-mushrikin minhu, apo në transmetim tjetër nuk ka qenë dikush nga ne më afër me armikun luftës sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka sulmu për isra afër me armikun, më së afër me i cili ka ndaj tyre ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse transmeton Muslimi në sahihun e tij për luftën e Bedrit, thot la ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadun minkum, nuk ofrohet, nuk ec dikush për juve përpara në luftë, dikush nga ju ila shay'in hatta akuna ana duna, derisa të jam ona i pari i cili ju afrona. Thot Ibn Kathir rahimahullah Bidaya wa Nihaya, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin i banën dy lloj xhihadën këtë luftë. Pasi që kishin ndërtuar sahabët e kishin bën një lloj mboloje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos rrente lufta, mos kërcënohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi ishte më larg nga vendi i frontit ku u bën lufta, thot aty vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dua dhe lutje Allahu azza wa jalla që ta ndihmon, pasi që e bani këta zbritje dhe bani luftë prap mesin e sahabëve. Banën bashkimin me dy lufta, xhihadin me dua edhe xhihadin me trup edhe me shpatë. Pas që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja than ansar këtë fjalë, Sa'd ibn Mu'adh, ndoshta Allahu azza wa jalla nesër ka me tregu diçka neve e cila ka me t'i knaqë sytë to ja Rasulullah, edhe shpirtin tanë, zemrën tanë ja Rasulullah. Me të vërtetë Allah azza wa jalla luftën e Bedrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e knaqë synin e tij me ansart edhe shpirtin e tij. Ishte një grup prej sahabëve të cilët praktikisht 14 sahabë të cilët ranë shahida. Transmeton Muslimi sahihun e tij nga Barra radiyallahu anhu, فجاء رجل من النبيت, ardh një njeri nga fisi Nebit, ishte prej ansarëve, prej fisit ansar. Erdhi një person nga fisi ansar, prej fisit ansar, dhe me thonë Medinës, prej një fisit Nebit, tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka abduhu wa rasuluhu, tha on dëshmoj se nuk ka të adhurum tjetër përveç Allahut dhe se ti je i dërguar i Allahut dhe robi i tij. Thumma taqaddam, pastaj dal, ndëzani,
ka ardhe ka pranu islamin para luftës, para Bedrit. Thumme të kaddem, pastaj thot Barra, sahabi thot dol edhe në luft. Faqatala, edhe luftoj, hatta qutil deri sa umbet. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثابين عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا بني بك وأجر كثيرا أو شبرليشا أنصاري يسير كبرنو إسلام para disa momente para luftës edhe kupton këtë fjalën la ilaha illallah në çato moment kur thot fjalën la ilaha illallah më shumë se musliman e sotët se të jetojnë 60 vjet musliman dhe kanë linë fej musliman. Kupton se pasi që ka thonë fjalën la ilaha illallah para xhihadit, para luftës, tash ju është bë farz atina me dalën më një herë me mbrojtën dinin e Allahut azza wa jall se është po luftë mes kufrit edhe imanit. Po ashtu transmeton Muslimi në sahihun e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju than luftën e Bedrit shokëve të tij qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Çohuni për një xhennet gjërësia të cilit është gjërësia e qiellit dhe e tokës. Thot Enesi radiallahu anhu transmetuesi hadithit tha Umair ibn al-Humam al-Ansari tha ki sahabi tjetër Enesi e transmeton këtë hadith tha kur tha pejgamberi këtë fjalë qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard çohuni për një xhennet gjërësia të cilit është qiellit dhe e tokës. Thot Enesi radiallahu anhu tha Umairi الحمام الأنصاري في أنصار ذا يا رسول الله ويدرور الله جنة أرضها السماوات والأرض جنة إجان ستشيل يد توكا قال نعم ثابين عمبري بوخا ستشيل يد توكا قال بخن أبردورين كتشال عراق بخن كردشكا يبلشن ثابين عمبري صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخن çka po të shtin me thon këtë fjalë bëkhin çka është ajo që po të kënaq tije se fjala bëkhin ka kuptimin të arab e kanë përdor këtë fjalë demek diçka shumë e mirë çka po të shtin qala la wallahi ya rasulullah ta ka diçka tjetër o i dërguari i Allahut illa rijaa an akuna min ahliha vetëm se shpresa që ndoshta do të jem prej banorëve të asaj xhennetit qala fa innaka min ahliha i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti je prej banorëve të xhennetit كسا يبرتي بانوروا فأخرج تمرات من قرنه انزير دي صهور ما انقصراي سات تسلن انبات شجيتات فجعل يأكل منهن انزير ذات الله تحنفة أنس بن مالك ثم قال أبا الصيفة ألا إن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه نسأون يطي ديستي هاك تهور ما سلسلة كمدور إنها لحياة طويلة كيف أنشيت شمجات نسيها أن كتهور ما أولونا për gjennetin gjërësia të cilit është qielli dhe toka. A unë vëllona të i hangër këtë hurma, është jetë shumë e gatë. Shumë e gjatë, mi hangër disa hurma para luftës, se po vënohet për në gjihat. فجعل يأكل منهن قال فرمى بما كان معه من التمر فت أنس بن مالك امر يتهور ما تضيهوذ ثم قاتلهم حتى قتل أبصي إلفتي مشرك ديرس أمبت ديرس عراق شهيد ndërsa disa transmetime siç ka transmetuar Ibn Ishaq edhe Abu Ja'far at-Tabari nga Omeri se ka thonë këtë fjalë fama bayni wa bayna adkhul al-janna illa an yaqtulani haula kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jannet sa gjërësia e qiellit e tokës ka thonë Omer ibn Hammam al-Ansari ka thonë s'ka me smu edhe atina me smu edhe xhennetit tash vetëm se më myt këto çashin xhennet sot se i ka hudhën hurmat edhe ka hyn luft duke thonë raqdan ila Allahi bi ghayri zadin po shkoj te Allahu apo nisje te Allah azza wa jall pa pajisje illa tuqa wa amal al mi'adi përveç se takvalloku dhe vëshmëria edhe vepra e mirë
e cila përgati është për ditën e gjykimit, wa sabra fillahi ala al-jihadi, edhe dorimi në përhir të Allahut në jihad, wa kullu zadin urdatun nafadi, ndërsa çdo pajisje tjetër përveç kësaj, çdo furnizim tjetër, që njeriu e merr në rrugë përveç kësaj, është e cila kalon غير التقى والبر والرشاد përveç devotshmërisë edhe veprave të mira edhe udhëzimit. Kështu pra Omer ibn Hammam al-Ansari radiallahu anhu, ke sahabi ansari, e kupton se dhuntit janë dy llojsh, dhuntit e Allahut azza wa jall të kalueshme edhe dhuntit përhershme. Dhuntit e kalueshme thot janë kësaj bota, ndërsa dhuntit e përhershme dhe kënaqësia e përhershme është dhuntit e xhennetit edhe kënaqësia e xhennetit. Prandaj je përparësi dhuntive të përhershme edhe kënaqësisë të përhershme mbi kënaqësisë të përkohshme edhe dhuntive të përkohshme. E këto të përkohshme të jep të gjitha për me arrit kënaqësinë edhe dhuntit e përhershme në xhennet. Duke pas shpresë se do të arrijnë shejllokun edhe Allahu azza wa jall e furnizon me ata. Ke jeta, ke ngjarja e këtij sahabës e mëson musliman apo mëson besimtarin se kjo botë është botë e kalueshme, ndërsa dhuntit e saj janë po ashtu të kalueshme, ndërsa ahireti është i përgjithshëm. Ndërsa në xhennet çdo dhunti dhe çdo kënaqësi është e përhershme. Dhe se besimtarët gjatë jetës tij ju duhet që këto kënaqësitë e veta edhe këto dhuntit të cilat Allahu azza wa jall ja ka dhënë këtë botë do t'i flijon për dinin e Allahut azza wa jall. Duhet që ai jetën e tij ta flijon. Nga se jeta e këtij sahabe, ramja e këtij shahid në luftën e Bedrit, këto transmetimet që janë rujt neve që Allah azza wa jall ka bëu muslimanëve të mëshme me na rujt këtë histori të atyra, nuk është shkele shka për muslimanët. Këto zgudzojnë me metën këto dhona vetëm se mrena kapakave të librit. Po këto dohet me mbeten me dy kapakave të jetës njerit, mes lindjes atij dhe vdekjes atina. Besimtari do të furnizohet gjatë jetës tij me këta që kanë bërë sahabët, nga se kjo është ai i cili thotë se është ndjek rrugën e atyra, a dhe sa nuk jeton së kur jetë atyra, do të nuk është ndjek rrugën e tyra. E nëse do të arrit ata që kanë arrit sahabët, ju duhet me vepru atë që kanë vepru sahabët. Nëse është turp apo është e pa drejt kur ti dën ditën e kiametit në saf me të sahabët radiallahu anhu, me këtë person në saf, pastaj ti rit me kanë xhennet edhe ai në xhennet. Ti gjatë jetës tënde s'ke dhënë kur gjë për dinin e Allahut azza wa jall, ndërsa ki edhe 3-4 hurme që i ka pas në xhep nuk i ka hangër se po volohet për në xhennet. A ka mundësi me kanë këto dy persona barabar? Ndërsa atyre të cilët japin për dinën e Allahut, Allah azza wa jall nuk ja humb punën. Allah të dëvë alladhina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Ata të cilët u mbetën rrugën e Allahut, ran shahida, Allah azza wa jall nuk ja humb veprat atyra. Se hedihim, Allah do t'i udhëzon ata në rrugën e drejtë, wa yuslihu balahum, edhe do t'ia përmirëson gjendjen atyra, wa yudkhiluhum al-jannata 'arrafaha lahum, edhe të futin në xhennet për të cilat i kanë njoftuar ata më herët për atë xhennetit. Kështu këtë ngjarje vazhdoi në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ditë pas dite ndodhin betejat e reja të cilat me muslimanëve edhe kafirëve. Luftën të cilat u drythshin kamp të njerëzve, ndërsa zemrat arrishin të fyti. Luftat të cilat të dallojshin mes njerit sinqertit, të vërtetit, e cili kishte me të vërtetë kishte pranuar Islamin edhe me dis atyre munafikave, edhe atyre të cilët mundohen të mashtrojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
E pastaj besimtari kur të ndalet edhe shikon jetën e parë, periudhën e parë të muslimanëve të parë, e shef se edhe atje ka pas dy palë njerëz. Një palë e njerëzve prej tyra ishin të cilët kishin marrë pas dunjas. Edhe dunjaja ishte gjaja më e shtrenjtë ata. Edhe kishin harrua ditën e kiametit dhe takimin me Allahun Azza wa Jall. Kishin harruve Allahun edhe Allahu Azza wa Jall kishte harrua ata. Siç ka thënë Allahu nasullaha fa nasiyahum. Harrun Allahun edhe Allahu ja harroi ata. Innal munafiqina humul fasiqun. Munafiqat janë ata mëkatarët. Nëse lexon në suratul Nisa kemi pa cilësit më të këqija të cilat i posedojnë munafiqat. Cilësit më të këqija që ka Allahu Azza wa Jalla në lajmëron për cilësit e tyra. Thot Allahu: "Wa inna minkum laman la yubti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayk." Për munafiqave, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mesin e juve ka njerëz, më thot munafiqat të cilët e tregojnë islamin nga jashtë në zemrën e tyre kufrin. Shikoni cilësitë atyre që kanë thënë. Për juve të cilët kur vjen puna e luftës nuk dalin në xihad. Kur vjen puna e xihadit, sakrifikimit, flijimit dinën e Allahut Azza wa Jall, rrinë për shtëpiat e tyre. E nëse muslimanti godet në një keqe në luftë, çka thojnë ata? Qad an'ama Allahu alayya. Allahu Azza wa Jall më ka dhënë dhuntimu, sa i kanë të shtëpia. Allahu Azza wa Jall më dha dhuntimu. Idh lam akun ma'ahum shahida, që unë nuk kesh me ata. Ti shakona e kanë akon të më gjetë edhe mu që ashtë të shizjetja. Shani, cilësia atyre, nuk del në xihad, nuk del në luft. Pastaj çka thot? Allahu Azza wa Jall më ndaroi mua. Allahi mua më dha ni'mat mam. Ti shakonën me ata, musliman në luft, kanë akon të më gjetë një hecë kur i gjeti ata. E keqja. Wala in asabakum fadlu min Allah. E nëse Allahu ju dhuron ju ndonjë të mirë në xihad, fitoni luftën, edhe plast luftës ju mbet juve, la yaqulanna ka an lam takun bainakum wa bainahum mawadda ya laytani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Thoin ti shmikon me ata të kish mi fitula. Ti shmikon me ata kish mi fitua. Në të cilësi e qartë atyra është sa ata nuk dalin në xihad. Cilësi e qartë e munafikave është sa ata e urrejnë luftën dhe nuk dalin në xihad. Edhe sipas mendimeve të tyra është se vepër e mirë edhe knatësi edhe dhunti është kur njeriu nuk del në xihad. Nga se shkurtpamësia e tyre e ban kështu me mendua. Ndërsa shpëtimi nga problemet këqija që ndodhin muslimanëve në luftë, në një goditje që ndodh atyra, është nimet nga Allahu ndaj tyre. Mi po këtë kjo është të ata të cilët nuk e njohin Allahun Azza wa Jall. Mes tyre edhe Kur'anit nuk ka punë, janë largu nga Kur'ani, nuk ndalen me shiku se çfarë thot Allahu Azza wa Jall. Nuk shohin më lart se sa të kanë të tyra. Është nimet për atë nimet, mos dalja në xihad është nimet për ata të cilët mendojnë se në rrugën e Allahut Azza wa Jall nuk do të mos provua as mu godit as një herë me të këqija. Është nimet për ata të cilët mendojnë apo janë bindur se në rrugën e Allahut Azza wa Jall nuk do të asnjëherë ti mu godit me të keqe, se ti je për Allahun Azza wa Jall, ti je të punu për dinën e Allahut, tash ti s'dohet me të ndodh asnjëherë e keqe, nga se të kuptuarit e tyre islamin është gabimisht. Apo për ta ngritë fjalën e Allahut Azza wa Jall, ti asnjëherë s'do të kesh probleme. Ndërsa Allah Azza wa Jall na i ban qartë edhe palën e dytë edhe kundërt e këtyra sa të cilët e kuptojnë dinën e Allahut Azza wa Jall, mendojnë
edhe shohin dhe në bindur se për këtë dinin e Allahut Azza wa Jall u desta me do të më dhon shumë për me ngrit fjalën e Allahut Azza wa Jall, që të ngriten prej dobësisë tyre si njerëz të Allahu Azza wa Jall xhennetat të cilat Allah i ka përgatitur për ata. Për ata thot një prej poetëve se shahidin kur e varrin kanop, kur e varrin dhe njëherë inshallah isa shahida i dënojnë nisin me kanop, su ka qenë Sejid Kutubi rahimullah, apo ka qenë një prej kristarve e ka thënë një mbret për mbretëve në Siri e ka dënuar me vdekje pasi që e ka pranuar Islamin dhe ka përpunuar për dinin e Allahut Azza wa Jall, e ka dënuar me vdekje. Edhe ai ka marrën Umama. E ka qenë dënimi që ky person të mbytet me Umamën e vet. Shamin të cilën e ka pasur në krije, ka pasur Abdul Karim pasi që e ka pranuar Islamin, e kanë dënuar që në konop për të hip, mos të ketë konop, po të ketë shamia e tij. E thot fjalët e fundit të cilët i ka thonë ky person, ka thonë ai ka dhënë mbreti dy knafsi. Kemi jetuar të lumtur, laqad ishna aisha suada, kemi jetuar jetën e të lumturve, wa mutna mautat ash-shuhada, edhe vdekëm vdekjen e shahidave. E kam nuë atë Umamën e vet, edhe është varrën këtë Umam. Tot ki poeti se kur duhet ai për me varrën në kanap do të me hek për funi atë shkamin të cilën e mban, jam nojnë që ai të bjen të poshtë, që të varrën. E thot kur bjen ai të poshtë, nuzuluhu uluva, ti po e shef që ai po bjen të poshtë, mi po jashtë të ngrit të nalt. Ti po e shef që ai po bjen të poshtë, mi po aja shahid, ai ngritet të nalt. Zbritja ti të poshtë është ngritje për pjetë, nga se këte ka bo për Allahun Azza wa Jall. Janë të gjani këtë sahabi tjetër Sa'd ibn Rabi' radiallahu an, i cilin luftën e Uhudit ka ro shahid. Pasi që folëm për luftën e Bedrit edhe përmendëm një sahabi që i ka rënë luftën e Bedrit shahid, musliman kanë kohën një sprovu me lufta dhe beteja, ka ndodhur lufta e beteja e Uhudit. Në këtë luftë e kuptoi Sa'di radiallahu an se cilësia munafikave është që ata të ndalen edhe mos dalin luftë. Ndërsa cilësia besimtarit është që ai shkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Uhud, lufton. Edhe e kuptoj se kjo lufta e Uhudit është provim me të cilën Allahu Azza wa Jall po i sprovon besimtar, edhe duhet që të kalon në këtë provim. Edhe është rast, shans për këtë sahabi që ta tregon sinqeritetin e tij me Allahun Azza wa Jall, duke dhënë shpirtin e tij thjesht për Allahun Azza wa Jall. Sa'd ibn Rabi' është prej fisit Khazraj, ansar i Medinës, i cili ka marrë pjesë edhe në luftën e Bedrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë e kishte bërë këtë vëlla, kishte vllaznu mes këtij edhe Abdulrahman ibn Aufit. Nëse Abdulrahman ibn Aufi ishte shpërngulës i shtej Mekkas, kishte bërë shpërngulje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur e vllaznoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes Sa'd ibn Rabi' ti sahabës edhe Abdulrahman ibn Aufit, i tha Sa'di Abdulrahman ibn Aufit mos i tashti në vllaznoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por nota gjysën e pasurisë time ta merrte. Ndërsa njënën prej grave të mia do ta shkurorzoj one, e ti martaje. Nëse kishte më shumë se një grua. Pasi që bani dua Abdulrahman ibn Aufi për këta, e i tha se nuk kam nevojën për këta, po tregoni më ka shtregu dal edhe punoj vetë. Mi po këtu shihet sinqeriteti i tij më herët se ky njeri ka qenë, ky sahabi ka qenë për njerëzve të cilët kanë dhënë sakrificë për dinin e Allahut Azza wa Jall. Luftën e Uhudit,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luft pasi që u goditën muslimanët me ato që kanë zgjodit, siç e dini luftën e Uhudit, u mbetën 70 për muslimanëve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man rajulun yanzuru lima fa'ala Sa'd ibn Rabi'." Fa kush për juve po shkon me shikue se çka ka bërë Sa'd ibn Rabi'. Ku është ai tash? فقال رجل من الأنصار أنا. ثاني شok një person prej ansarëve, unë ja Rasulullah. Unë po shikoj se çfarë ka ndodhur me këtë person. فخرج يطوف في القتلى. Dul ky personi edhe për kërkon në mesin e njerëzve të vdekur. حتى وجد سعدا جريحا مثبتا. Deri sa gjeti Sa'din i cili ishte i plagos. Nuk ishte mundësie me lëviz prej plagos prej goditjeve. Ishte thot ki sahabi e gjetëm para vdekjes. فقال يا سعد o Sa'd, inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amarni an anzura fil ahya'i anta am fil amwat. Mordrai që me të kërku me të gjeti me shiku aje për gjallëve apo për vdekve. Apo je që atë kanë mbyt apo ende je gjallë. فقال ثاكي صحابي فإني في الأموات. ثاني أم بريد الذكر تتنبتوا بس إيش تبرع بديكس. فأبلغ رسول الله مني السلام. شيء طافين عن بيرد صلى الله عليه وسلم سلام. ذاتوي إن سعد يقول توي سعد بطت جزاك الله عني خير ما جزى نبيا عن أمتي. الله سبحانه وتعالى mësmiri me gjonat më të mira që ka Allahu Azza wa Jall i ka shpërbli pejgambert për shokët e tij, për umetin e tij. Wa abli qaumaka minni salam. Edhe çoj selam popullit tan. Selam fisit tan. Bani selam ansarve, se kishte prej ansarve. Wa qul lahum, edhe thuaj, inna Sa'dan yaqulu lakum. Thuaj se Sa'di po ju thot juve, innahu la udhra lakum عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. Nuk keni arsye të Allahu Azza wa Jall ditën e Kiametit, nëse armisht arrin deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në mesin e juve ka dikush që syni i lëviz. Bani selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj bani selam popullit tan, domethënë fisit ton ansarva, se nuk keni arsye të Allahu Azza wa Jall në ditën e Kiametit, nëse mushrikt arrin deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në mesin e juve ka dikush i cilit i lëviz kapaku i sinit. Dërsa transmeton Kharij ibn Zaid ibn Thabit an abihi se thot ndërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luftën e Uhudit se ta kërkoi Sa'd ibn Rabi'. edhe më tha nëse e gjen in ra'aytahu fa akrihi minni salam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ki sahabas, nëse e gjen çoj selam nga unë. Wa kulluhu yaqulu Rasulullah kayfa tajida. Edhe thuaj se pejgamberi po të pyet se çish po e gjen veten. فطفت بين القتلى فتهيت الميسر المبيتروا فأصبته وهو في آخر رمق فأجيت اشتفر بديكيس وبه 70 ضربة اشت يغديتر اشتبت غديتي كشتا فأخبرته الامرو بس كشتان بيغمبيري صلى الله عليه وسلم فقال على رسول الله السلام عليك شوف سلامي طابر بيغمبيرين اذا برتي قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة فثوي أيدروا الله تش صعدي بيشان فرسين ثوي بينغامبيريت كوش أيدروا الله فصق صعدي سبينغامبيري كشتبيت تشيشتي بيجن فيتن تاش ثوي سبيندي أيرنا جنيتت وكل قوم الأنصار درستوي بوبلتم أنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شطرا يطرب هذا ثوي بوبلتم أنصار
se nëse arrin deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk keni arsye para Allahut azza wa jall derisa një kapak i syrit mesin e ju e lëviz. Ndërsa në disa transmetime ju ka thonë nuk keni arsye para Allahut azza wa jall nëse arrin mushrik deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse mesin e ju një person është i gjallë. Derisa të ju është një i gjallë, dini se nuk keni arsye para Allahut azza wa jall nëse mushrikt i lejoni me arrit deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu për Sa'd ibn Rabi' për veten e tij kishte përgatitur një vend të mirë në xhennet. Derisa Abu Bakri radhiyallahu an ja kishte lakmi. Abu Bakri radhiyallahu an e kishte lakmi. E kujtoj që shidllokun e këtij edhe nuk e harronte. Transmeton Tabaraniun muzemin e tij nga Zaid ibn Thabit se vajza bia e Sa'd ibn Rabi' kishte shku te Abu Bakri radhiyallahu anhu duke qenë khalifa. Ana dakhalat ala Abi Bakr as-Siddiq, kishte hyrë te shtëpia Abu Bakrit. Abu Bakri khalifa. فألقى لها ثوبه حتى جلست عليه. أمر روبنتي أبو بكر هذا اشتريت تباني لين دريمة فايز سعد بن الربيع تايتولت من روبن أبو بكر بس أبو بكر خليفة مسلمان معه. فدخل عمر حين أمير رضي الله عنه طممنت فسأل عنها هذا بيت أبو بكر كشش كاتش بيبان كشتو رسبكت كشش كوايس فقال هذه ابنة من هو خير مني ومنك. فكاش بيا آتي ديالد آتي برسوني تشت مي ميرستي أذا أنا يا عمر. أبو بكر رضي الله عنه إطاط عمرت كاش بيا آتي برسوني تشت مي ميرستا أذا ستي. قال ومن هو يا خليفة رسول الله. فكششت أزدفن كشش كيا أزدفن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رجل قبض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني الصحابة عشني برسون اتلي قرا شهيد من كوخن أبي صلى الله عليه وسلم. تبوأ مقعده من الجنة فأكيش ندرتوه بين دنتين جنات. فربيتكش برقاديت وبقيت أنا وأنت ندرسان باتم أن أبته. Abu Bakri thot ka fjalë. E kush është Abu Bakri? Thot për Sa'd ibn Rabi', i thot Omerit radhiyallahu an, ky është ai person i cili kishte vëzhgjet vendin e vet, e kishte rregullu vendin e vet, e kishte përgatit një vend për veten e tij në xhennet. Edhe ai shkoi në xhennet, do të ndërson unë edhe ti me tëm. Të ditë kemi qenë Badr, po pasi shehidlluku është diçka që Allahu azza wa jall e zgjedh personin, nuk e hap të cilit shehidllukun. Abu Bakri thot Omerit radhiyallahu an se ky është ai person i cili ka shku edhe ka përgatit vendin e vet, ndërsa unë edhe ti mbetëm deri në këtë vakt. Nëse të ndalesh dhe të mendosh jetën e këtij sahabës, Sa'dit përfiton disa gjëra. E shef një punë të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në luft duke qenë nuk i harran shokët e tij. Edhe duke qenë luft nuk harran shokët e tij. E shef nuk po e shef Sa'din, shkon e kërkon e ku është Sa'di. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i harron vllazërit e tij. Sa muslimani gjithmonë do ta ketë parasysh. Kur dikush i mungon për vllazërive vet, do të më pyet se çka është halli i tij. Apo prisat e muslimanëve gjithmonë do të më interesua për atë në përgjithësinë e kujt e kanë dorë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjejshë me doptin duke hangër bukë, me fukaran duke hangër bukë. Edhe në luftën e Uhudit e shef se nuk i harran shokët e tij. Nga se lidhja mes prisit edhe ushtarit ti, apo mes komandantit ushtrisë edhe ushtarit ti,
është prej pikave, është prej gjanave të cilat ja dobëson armikut moralin luftë. Kur e shef një lidhje të fortë, një dashuri kaq të madhe mes komandantit ushtarak musliman, edhe ushtari i tij, armiku kur e shef këtë lidhje të fortë, e dobëson moralin e atij në luftë. Është prej shkaqeve që të ndihmon besimtarin në luftë. Ndërsa punën tjetër, çështën tjetër që e përfitojmë, e shohim se çfarë vendit nalt pas ka përgatitur Sa'd ibn Rabi' radhiyallahu anhu për veten e tij. Po me çka? E para atë që me të cilat i ka përgatitur është me sabrin e tij, që 70 vende është godit, edhe kjo nuk e ka pengue që ai me vazhdu luftën deri në fund. Ka pas varr në trupin e tij, i ka pas sabër edhe ka vazhdu luftën në xhihadin. Nga sa Allah azza wa jalla ka thënë: "Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin." Ju mos u pikllani, as mos u dëshpëroni, se ju jeni më të lartë nëse jeni besimtar. In yamsaskum qarhun faqad massa al-qawma qarhun mithluh. Nëse ju godit ju ndonjë dhimbje, edhe të qafirat i ka godit ajo dhimbje njëjtë sikur ju. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. Ndërsa këto ditë të cilat po hecen, që ne po i ndrojna, këtë e bojna në mesin e njerëzve, i rrotllojna këto ditë, që Allahu azza wa jall t'i din ata të cilat kanë besim sinqert. Se cilët janë ata nga njerëzit të cilët kanë besuar sinqerisht. ويتخذ منكم شهداء. Edhe na i ndrojna këto ditë që me zgjidh nga jo shahida. Ndrimi i ditëve është që Allahu azza wa jall me pasë kush janë ata të cilët kanë besue, edhe me nxjerrën shahida për umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah nuk i do ata të padrejtet. Waliyumahhis Allahu alladhina amanu. Edhe për diçka tjetër Allah azza wa jall ndron këtë ditë që ti përforcon besimtar, edhe ti pastroj nga mëkatet. Wa yamhaqu al-kafirin, e se ti shkatron kafirat. Pastaj vazhdon Allah dhe thot: am hasibtum, apo llogaritni ju, an tadkhulu al-jannata, se do të hyni në xhennet. Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Para se ta din, para se të shihni, ta tregoni ju se kush prej juve është i cili bën sabër, edhe bën xihad, edhe bën sabër. A mendoj se do të hyni në xhennet para se me tregue se kush për juve bën xihad, edhe kush për juve është për aty të cilët bën sabër. Për çështjeve pastaj që ki arriti me sinqeritetin e tij shehid llokon, gjvejnë në xhennet, e që flet se ai më të vërtet ka qenë sinqert në veprën e tij, shef se ki person edhe në momentin e vdekjes, para vdekjes, nuk harron që ti këshillon musliman edhe të lëçon porosi atyra. Para vdekjes, po vjen ansari për kërkon, ai po thot bani selam, se s'keni arsye para Allahut azza wa jall, nëse arrin armesh deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mesin e juve ka një kapakisin të cili lëviz. Këtu set për sinqeritetin e tij, se ky person edhe në momentin e vdekjes nuk e harron përgjegjësinë që ka para Allahut azza wa jall, dhe se mbrojtjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përgjegjësi e muslimanëve, ndërsa mos prezantimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes tij mesin e muslimanëve, përgjegjësi e muslimanëve është që ata ta kanë mbrojtjen e islamit dhe sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se sahabët nuk e kanë dhënë në shpirtin vetëm si pejgamber, si person për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po për diçka tjetër, çka Allahu azza wa jall e kishte bërë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pejgamber. Jo si Muhammed që ka qenë maharat, po pse ishte bërë pejgamber, pse ati mbi ata zbrit ke vahje, pse ai ishte udhëhes dhe mësoi ke muslimanëve dinën, për kishte shkaku që muslimanët atyre e kishin dhënë, do të thotë për dinën e Allahut azza wa jalla ata e dashin jetën, jo si Muhammed, po si pejgamber. A musliman mos prezantimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes tij mesin e sahabëve, s'do të thotë se muslimani pas kësaj nuk do të vdek, se vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos prezantimi i tij, nga sa ju plotsu dini, Allah e mbor mbikëqyrje dinën, ndërsa dinën e plotson
Kurani edhe suneti i tij, ata pas vdekjes pejgamberit ose muslimanëve më vonë i obligohet që ata pastaj nuk kanë arsye nëse humb sunetin mesin e ummetit që ata në para Allahut azza xal mesin atyre derisa musliman kanë çka më dhënën për dinën e Allahut. Nuk kanë arsye para Allahut azza xal derisa Islami luftohet e musliman të rrinë për shpijat e veta edhe kur gjo nuk japin për dinën e Allahut azza xal. Nga se luftën e Uhudit prej dredhijave që i kishin bë mushrikt ishte ajo që të demoralizojnë musliman, t'ja humbin moralin muslimanëve, ju thanë muslimanëve e shpallën mesin e luftës në betejë se pejgamberi ka vdek. Është mbyt. Edhe disa prej sahabëve po olën. Vdeq pejgamberi, çka të luftojmë na? Një sahabe prej sahabëve duke kaluar e pa i pa këto sahabët ul. Tha, çka keni që jeni ul në këtë luftë? Than, pejgamberi ka vdek. Është mbyt, çka të bëjmë na? Çka të luftojmë tha? Çka keni me bë? Çohuni tha, dhe mbytuni edhe jo për ata çka është mbyt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ke çka me bë? Ka muslimani çka me bë? Nëse është mbyt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo ka vdek sahabët kanë qenë shahida, edhe puna ite është për çata. Edhe ti për ata i krijuar, edhe ti e kriju për me vdek një herë për dinën e Allahut azza wa jall. Dosh me vdek për çata, mos thuaj se kaloi ajo kohë. Vdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shkun sahabët, shkun fulani prej komandantëve musliman apo prej plisave që sot i udhëheqin xhihadin, edhe tash na do të menejtën se ka kush me vepru, nga se mbi ti është përgjegjësia e cilën dosh me dhënë para Allahut azza wa jall ditën e kiametit. Edhe kjo flet për dashurinë e sahabës ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sinqeritetin dashuri. Se për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kishte thënë la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Nuk ka besu dikush për ju derisa nuk jam më i dashur taj se fëmiu i tij, për prindëri i tij, edhe se gjithë njerëzit. Edhe të sahabët e gjin këta veprim, pun, praktik e jetën ku Allah azza wa jalla thot kul in kana aba'ukum thuaj nëse baballarët e juve wa abna'ukum edhe bijtë e juve wa ikhwanukum edhe vllaznitë e juve wa azwajukum edhe gratë e juve wa ashiratukum edhe familja juaj wa amwalun iqtaraftumuha edhe pasurinë të cilën e keni fituar wa tijaratun takhshawna kasadaha edhe tregtinë të cilën ju po e fitoni apo keni frikë se do ta humbni wa masakin tardawnaha edhe shtëpia të cilat ju po çndroni në ato shtëpi ahabba ilaykum min Allah wa rasulih nëse që të tëtë gjanat të cilat Allah azza wa jalla janë gjanat më të dashura të njëri që i posedon këtë botë. Nuk ka diçka më e dashur se baba, prindri, vllau, vllaznik, shtëpia, pasuria, tregtia. Këto janë gjanat më shumë të. Kjo e përbën dunjan, çka sot njeriu e jeton. Kjo është krejt dunjaja. Nëse çto të gjana, çka Allah azza wa jalla ka thënë, thot janë më të dashura të jo. Habba ilaykum min Allahi wa rasulih. Më të dashura të jo se Allahu edhe i dërguari i tij. وجهاد في سبيله فسروا لجهاد روغنا الله عز وجل فتربصوا أتبرتني حتى يأتي الله بأمره دير صديان الله مدني منتي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله نك أو ذنبوبتن مقطار أسبيغن يتا في صحابة يبريت مسلمان و مسلرغوهن غروغا e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga se mos veprimi i jetës tij mos vjetesa mos nëse jeton ti si jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij kjo nuk dëshmon se ti e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam po tregon për dobësinë e muslimanit në dashurinë që ka me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që ti në jetën tënde vjen kundërshtim me jetën e pejgamberit e sahaba flet se ti në dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam je i dobët. Sa herë që jeta jote pëlqejet me jetën e sahabëve, pejgamberit e sahabëve, tregon se ti je të shku nga të rri dashuria që ke ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Ndërsa nga delilet, nga argumentet të cilat flasin se ky sahabi e ka gjetë, e ka ndërtu një vend vetë, një vend të madh, një vend të mirë në xhennet për vete, është fjala e tij inni ajidu riha al-janna, on po e gjej erën e xhennetit. Njëhet ndërsa ka qenë ndoshta dhunti Allah të zëzëm dhe këtij sahabët që ai tanin erën e xhennetit. Sikur që ka ndodhur me sahabën tjetër, i cili Anas ibn Nadhr, i cili ka ra shahid luftën e Uhudit njëhet. Ky person ka thonë është nis për në Uhud, ka thonë el jannatu wa rabbin nadhr, ka qenë për fisit Nadhr. Ka thonë xhenneti pasha Zotin e këtij fisit Nadhr. Inni ajidu riha al-jannata duna Uhud. Pasha Allahun jam të gjithë erën e xhennetit po e ndijen në Uhud. Në të tështë nuk është i vetëm këj sahabi. Është edhe këj sahabi tjetër i cili para se me dalë luftë, është nisë për luftat, inni ajidu riha al-jannati duna Uhud. Unë po e ndi erën e xhennetit në Uhud. Ndërsa këto punë i ndodhin muslimanëve, nga se plejshinja dhe besimi të ehli sunnetit është se Allahu azza wa jall për më nderua apo për mi forcu musliman, ju ndodhin disa gjana binatyrora, i thejnë ligjën natyrë që Allah azza wa jall e ka bë, sikur ju ndodhin pejgamberra, asaj të mucizat dhe asaj të karamat, ndërim. Allah azza wa jall ndëron robën e tij musliman devotshëm, ndonjëherë këtë raste ose për më nderu ata me ngritën, edhe për mi përforcu musliman. Edhe kështu ja ka mësu këtyre sahabëve që ta ndin erën e xhennetit duke qenë këtë botë. Shef të sahabët radiallahu anhu se sahabët në peshojnë e tyre kur i masin njerëzit nuk i masin super një. Nga gjarë e këtij sahabës do të me përfitu muslimani njëtën e tij se kur t'i peshon njerëzit mos mi peshuat që i peshojnë njerëzit sot. Peshoj kush është i pasër, ka peshoj. Kush është i varfër, s'ka peshoj. Kush është me pozit, ka peshoj. Kush s'ka pozit, s'ka peshoj. Kjo nuk është peshoja e sahabëve. Që të kthehet, apo në ngritën musliman, pa tjetër ju duhet ative një peshoj të këtë që kanë pas sahabët. As për shef e Bubekri që ishë për i peshon njerëzit, kur për hek khalifa, për ngrejnë robën e tij dhe për jashtron qikës Sa'd ibn Rabi'as. Edhe për i thëtë Amerit, kja është më i mirë se unë edhe ti, nga se ki ra shahid, ndërsa unë dhe tim vetëm. Abu Bakri, khalifi muslimanve, kështu për i peshon gjanat. Ta jo fukaraja s'ka peshoj, për fukaraja me punën e ti, cilën edhe jep për Allahun azza wa jall, ta janë shumë i nanë. Për ato kura ka marrë khalifatin, ka thonë, i dobëtit e jo është i dobët, i fort, i fuqishmit e jo është i dobët të onë, ndërsa i dobëtit e jo është i fuqishëm të onë. Për ata, Sa'd ibn Rabi' ngritet e Abu Bakri, jo për shkak pasurisë ti, jo për pozitën e ti, po ngritet e Abu Bakri, apo në sytë e Abu Bakrit, apo në shpirtin e Abu Bakrit, apo në zemrën e Abu Bakrit, për shkak veprës madhe të cilën e dha Sa'd ibn Rabi', për shkak shpirtit të tij të cilën e dha për hir të Allahut azza wa jall. Kjo është të cilën e ngriti Sa'din, e ngriti para Abu Bakrit, në sytë e Abu Bakrit, nga se të Abu Bakri shahid loko ka pas kuptim madh, edhe shahidi ka kuptim madh, nga se Islami e ka vlerësua, të Abu Bakri ka çështje ka qenë me vlerë, ndërsa të musliman Islami është bë pa vlerë, edhe shahid loku xhihadi është bë pa vlerë, edhe shahidat tash kur bien pa vlerë. Po kush është me vlerë ta? Të musliman të sodet me vdek një këngëtar, jenë dëgjohet zoni më shumë se kur bjen një musliman shahid. Nga se jeta e tij ka kushtuar kajkës, edhe njerëzit e kajkës, këngëtarët janë më të afërt te ai se sa shahidat, ata të cilët japin diçka të shtrenjtë për dinën e Allahut azza wa jall, se sa këngëtari. Nga se qëllimi i tij ka qenë gjatë jetës tij kënaqja e epsheve, por ata nuk ka qenë Islami. Kishte qenë Islami, shahid lloku kishte më qenë shahidi, kishte më qenë shumë më i afërt te ai. Jo këngëtari. Një po qëllimi i tij është epshi i kësaj bote, e prandaj kur vdes një këngëtar i dhimbet më tepër se sa një shahid. Dhe na jep që të mësojmë një kësande cile është për çështjeve të Islamit se dashuria mes njerëzve tjetë për Allahun azza wa jall edhe urrejtja. Ta dujmë njerin
ashtu siç vepron. Nëse është për njerëzit që ka vepruar edhe vepron punë të mira, edhe flijon për dinën e Allahut Azza wa Jall, edhe nëse është më i ultin mesin e popullit në ata duam ata më shumëti. Nëse është me pozit, nëse është më i lartë me pozit në qeveri, nëse nuk punon për Allahun Azza wa Jall apo nuk i bën sejdë Allahut Azza wa Jall, ai të ti zgudzon me pas vlerë as tani kremlis. Në kremlis është më i dobishëm se një person qeveri i cili nuk i bën sejdë Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sa thon awthaq ura al-iman al-hubb fillah. Nia më e fuqishme, më e fortë e besimit është dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall. Se besimtarin ta dush për hir të Allahut ose për shkak se ai vepron për dinën e Allahut Azza wa Jall. Wal bughdu fillah, edhe urrejtja për hir të Allahut Azza wa Jall, edhe ta urrësh dikan për shkak se ai vepron për dinën e Allahut, apo e urrejn islamin edhe sulmon islamin. Nëse e ki këtë peshoj, nëse ekziston kjo nije në zemrën tënde, dije se te ke tashti në zemrën tënde e ki nijen më të fortë besimit, ajo është dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall, edhe urrejtja për hir të Allahut Azza wa Jall. Edhe me kaq ne përfundojmë. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.